Në familjen e Enza Axhias është ftuar një pjesëtar i ri dhe është pikërisht ky qenushi i bukur në foto. Këngëtarja e ka ndarë me fansat në Instagram këto pamje duke i kërkuar atyre një mendim për emrin e qenushit. Ndonjë sugjerim për Encën? E dashuruar me kafshët si Enca duket të jetë edhe Marina Vjollca, vetëm se kjo e fundit ka për zemër macet. Ajo ka postuar këtë foto në të cilën është duke ushqyer 2 mace të vogla, që mund të jenë të sajat ose të rrugës. Ajo i ka quajtur ato bebat e saj. Sa e mirë! Tea Zhuli, si një korçare që është, nuk mund të rinte pa parë ndeshjen e së martës së ekipit të Skënderbeut. Ai ka postuar një video në Instagramin e saj duke shprehur suport për skuadrën e zemrës. Nuk e dim nëse Tea është e apasionuar në përgjithësi me këtë sport apo e ka ndjekur vetëm kësaj radhe. Sara Hoxha ka qenë e pranishme në një mbrëmje arabe organizuar në kryeqytet dhe ka postuar në Instagram këtë foto të veshjes së saj. Tani ne jemi mësuar me shfaqjet elegante të Sarës, që duket sikur po rivalizojnë ato të Lorit. Dardha në ndardh bie, thojë mos.